محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb dhe atë që Allahu e lën humbje nuk ka kush që udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër, Allahu i madhruar na ka udhëzuar edhe na ka mësuar, na ka paralajmëruar po sasërisht për ato momentet e ditës së gjykimit që do të vinë e që do të jenë padyshim shumë interesante, e në mes tjerash do të vijë një moment ku secili njeri do të ndiejë dëshirën edhe marakun sikur të kish bë më tepër në jetën e kësaj bote. Ata që kanë bë keq sigurisht që do të pendohen shumë edhe do të pikllohen, do të thonë sikur të ktheheshim edhe një herë do të vepronin mirë. Ata që kanë vepruar mirë do të dëshironin sikur të kishin vepruar edhe më tepër mirë, ndërsa Allahu i madhruar këtë moment e përshkruan kështu: "Yawma idhi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati." Atë ditë do të këndellet njeriu. Atë ditë do të këndellet, do t'i bi ndërmend, do t'a kuptoj shumë qartë edhe shumë mirë se çka është dashur me bë. Mirë po atë ditë nuk bën dobi për kujtime. Njeriu do të thotë me keqardhje: "Ja lejteni qaddamtu li hayati." I miri sikur të kisha bë më mirë, sikur ta kisha shfrytzuar jetën më mirë. Edhe padyshim që menjëherë mas këtyne pamjeve në të cilat njeriu mund ta shpreh këtë keqardhje, pasojnë momentet kur secili pa përjashtim do të përballet me rezultatet e sakta të gjithë asaj që ka vepruar. Thot Allahu i madhruar: "Wa nad'u al-mawazin al-qista li yawmi al-qiyamati fala tudhlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Thot do t'i vendosim peshojat e sakta në ditën e gjykimit. Edhe çdo vepër do të peshohet, çdo vepre do t'i dihet vlera e saktë. Por gjithsesi nuk do të jenë as pesha, as njësi matëse, as vlera ashtu qysh i paramendojmë ne në këtë botë. Megjithatë, Allah i madhruar nëpërmjet asaj peshoje, nëpërmjet atij peshimit të veprave që realisht na në këtë dunja jemi mësuar me matë gjana të ndryshme, konkrete, nganjëherë dhe jo konkrete, mirë po pak kush ka arrit ose hiç me thonë një vepër ose një fjalë mirë çfarë peshe ka. Edhe pse e dim sakt se ka peshë, mirë po cila është pesha ne nuk e dim, ndërsa peshën e saktë dhe vlerën e saktë Allah i madhruar e din, dhe përveç që e din, ai e çet në shesh. Pra Allahu e din, po ja bën të mundshme edhe njeriu të me e ditë, për shkak se njeriu kur të sheh peshojen, edhe kur të sheh veprat e veta, edhe fjalët e veta, edhe çndrimet e veta, edhe sjelljet e veta duke u peshuar dhe duke dal vlera e tyre e saktë, atëherë njeriu nuk do të jetë në gjendje me mohu asgjë prej asaj që ka vepruar, ose prej asaj që ka thënë. Dhe Allahu thotë: "Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha." Nëse edhe sa një grimc ka diçka, thot ne edhe atë e sjellim.
Që do të thot as edhe një sasi më të voglën, Allahu nuk e humb. Na në jetën e kësaj dunjaje jemi mësuar me rrafshu kusure. Shkon me pagu diçka, i thu për pak centa, hajtë se s'ka gajle, s'po kam me t'i kthy, ose nga njerë edhe shqitësi është korrekt, thot hajtë se për pak s'po t'a thej këtë monedhën e madhe. Te Allah i madhruar dere dhe te imësit më të vogla, më të imta, Allah i madhruar i qetë. Jo për diçka tjetër, jo për me na rëndu neve, ose për me na vështirësu gjendjen. Po, në radhë të parë që sado që të ketë mirësi, sado e vogël që të jetë ajo, Allah i madhruar e qetë atë o kefa bina hasibin, dhe kërkosh nuk e bon llogarin ma mirë se ne, thotë Allah i madhruar. Nërsa ne e kemi dëgju edhe e dëgjojmë në vazhdimsi edhe e lexojmë namazin ton. Fjalën e Allahut të madhruar ku thot: "Femen ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa men ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Edhe atë ditë, kushdo që ka vepruar çfarëdo mirësie, qoftë edhe sa një grimc, ka me e pa rezultatin e saj. Ama dhe e kundërta, kushdo që ka vepruar një të keqe, sado e vogël edhe imtë që tjetë, qoftë edhe sa një grimc, edhe atë ka me e pa. Për arsye se është ditë e gjykimit. Është ditë e rezultateve, e fryteve, është ditë e korrjes, është ditë në cilën nuk mundesh me ndryshu realitetin. Dhe Allah i madhruar pikërisht me këto informime, me këto vetëdijësime që na i ban, na e jep mundësinë që tani me ndryshu atë që do të ndodhë në të ardhmen. Por arsye se ato peshorët e ditës së gjykimit nuk janë sigur këto të kësaj dunjaje. Ato janë interesante, janë edhe të çuditshme. Nga njëherë njeriu t'i sjellin edhe befasi. Për shembull, do të dalë gjunaqçari në ditën e gjykimit, për befasive të matjes së veprave, gjunaqçari në ditën e gjykimit do të dalë para Allahut fuqiplot edhe gjunahet e veta ka me i gjetë në atë tasin e veprave të mira. Edhe pse na thon e dim edhe logjikisht edhe në aspektin e arsyes, të mirat janë në një anë të peshojës, të këqijat janë tjetër në anë të peshojës. Unë nuk thash të këqijat, thash gjunahet. Pse? Për arsye se ai i cili i ka dëgju fjalët e Allahut fuqiplot duke qenë në dunja. Edhe është këndell. A këndellja dhe për kujtimin në dunja bën dobi. E citova ajetin në fillim, ajo është për ditën e gjykimit, aty këndellja dhe për kujtimin s'bën dobi, se është vonë, gjonat janë botë qarta tani më. A në dunja këndellja edhe për kujtimi bën dobi. Edhe ai i cili ka vepruar gjunahe, të cilat mund të jenë edhe të shumta, por është pendu prej tyne, ka heqë dorë prej tyne, është pendu prej tyne, është pendu si duhet, ka kërku falje prej Allahut fuqiplot. Allah i madhruar ato gjunahe i shndron në vepra të mira. Illa men taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Përveç atyre të cilët pendohen, besojnë, bojnë vepra të mira, e këtyne Allah i madhruar të këqijat ka mja shndrun të mira. Dhe gjunaqçari i pendum, sinqerisht, i kthym ka Allahu fuqiplot përzemërsisht. Ashtu si duhet, ai do t'i gjejë gjunahet e veta në tasin, në anën e peshojës, ku peshohen edhe ku rëndojnë veprat e mira, për arsye se ajo peshoja për një me është me rëndim. Rëndon e mira, shpëton njeri, rëndon e keqja, Zoti na ruaj, ato e merr pusi. Dhe kjo është prej befasive, që asnjëri prej neve me mendimin më të mirë, me dëshirën më të përzemërt nuk e kish menduar se Allahu ka me na trajtu çështo. Ton këshëm thonë, o Zot, mu mjafton ti me mi falë që ato gjunahe, mjafton veç mos me mdënu për që ato, se me mi këthy në veprat mira, unë asë që e pres, edhe asë që këshëm dit që mundët me ndodhë një gjë e tilë, si kur Allah i madhruar të mos na kishtë të regu. Po ekziston edhe një befasi tjetër, e kundërt me këte, thot Allah i madhruar, vë kadimna ila ma amilu min amelin, fe gjaalnahu haba'an manthura. Dikush ndoshta mendon se ka bëu kushtet çfarë vepra të mira e të mëdha e kështu me radhë, ndërsa Allahu i madhruar thot kur ne u çasemi aty në veprave, i bojmë hije pluhën, s'ka kur gjën to. Për çfarë arsye? A është për shkak se Allahu ja humb mundin dikujt? Në asnjë mënyrë jo. Allahu kërkujt nuk i hyn hak. Allahu kërkujt nuk ja humb mundin. Allahu kërkujt nuk ja humb shpërblimin. Mirë po problemi çndron në faktin se ata veprat kur i kanë bë pa vlerë. Në tonë e dim të ndërmëllazën se forma
formaliteti, kryerja formale e veprës është vlerë. Mirë po asaj vlere i mungon esenca ose i mungon ajo vlera reale kur mungon bindja e brendshme, kur mungon përzemërsia dhe sinqeriteti. Kështu që nëse njeriu e bën një vepër veç formalisht, që ajo të duket si vepër e mirë, po se ka bo për hir të Allahut, ajo në ditën e gjykimit sikur pluhni, aq peshan. Prap Allahu na e kujton në tjetër vend në Kur'an se njeriu mund të mendoj se është duke bo mirë po në të vërtet nuk është duke bo mirë. Thot Allah i madhruar, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Thuaj, apo doni më informu kush janë ata njerëzit që kanë humb më shumëti? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya. Ata janë ata njerëz të cilët qysh duke qenë në këtë botë i kanë bo veprat, po qysh duke qenë në këtë botë si kanë bo mirë. Pra s'bëhet fjalë për një dështim të ahiretit, bëhet fjalë për një defekt të dunjas. Dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya. Duke qenë në dunja si kanë bo veprat mirë, وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا, ndërsa ata hala e mashtrojnë veten duke menduar se janë duke vepruar mirë. Pse ndodh një gjë e tillë? Për arsye se ose formën e veprës nuk e kanë respektuar, ose esencën e cila është e rëndësishme së veçantë, veprat nuk i kanë bërë për hir të Allahut. E ti bësh veprat për diçka tjetër, e të kërkosh shpërblimin tek Allahu, nuk as me logjikën njerëzore nuk përputhet. Kështu që Allah i madhruar i çet peshojat. Njerëzit dalin aty, i shohin gjanat të konkretizuara, edhe ato që në dunja kanë qenë abstrakte, aty kanë me i pa shumë konkrete, edhe s'ka me mujtë askush kur gjo me mohu, do të ketë befasi si për mi, si për keq. Po prap pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka tregu se mshira e Allahut fuqiplot është shumë e madhe. Edhe ka tregu se ndonjë gjë të cilën ne mund të mos e vlerësojmë, ose të mund të mos e çmojmë kush e di sa, e themi ndoshta me 10 herë gjatë ditës me gjuhën tonë, e themi ndonjë tesbih, themi subhanallah, ose themi alhamdulillah, ose themi la ilaha illallah, ose kështu me radhë, edhe na duket që s'kemi bën ndonjë gjë sot, me të vetë dikush ç'a bën sot kurrë valla, çato farze i kryva, pak dhikr bona, po s'kam bën ndonjë gjë të veçantë. Mirë, po pikërisht çato mundën me kon shumë të rëndësishme, edhe mundën me kon shumë të vlefshme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Kelimetani khafifetani ala lisan, thakhiletani fil mizan, habibetani ila Rahman. Janë dy fjalë, të cilat janë shumë të lehta me shqiptu me gjuhë, janë shumë dashura tek Allahu fuqiplot, edhe peshojnë shumë rëndën peshore në ditën e gjykimit. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi al-azim. 2 sekonda na vjen me i thon. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi al-azim. Shumë lehtë, mirë po peshojnë shumë rëndë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tjetër hadith, elhamdulillahi temleul mizan. Shprehja elhamdulillah, veç elhamdulillah me thon. Ana e themi me 10 herë, na u ka bosh shprehi e komunikimit. Çysh je? Elhamdulillah. Çai ki punë? Elhamdulillah. Që kjo e mush peshojën, e rëndon peshojën. Ka në transmetim nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se Nuhu alayhis salam i ka thon djalit vet, o bir, unë të urdhnoj me thon la ilaha illallah. Nëse don me mungu mu, atëherë në dëgjoj porosin tem, fjalën la ilaha illallah merre seriozisht. Edhe shqiptoje sa më shumë, për arsye se sikur të ishte e mundon me i qitin peshoj fjalën la ilaha illallah njënën anë. Edhe qiejt edhe tokën në anën tjetër, fjala la ilaha illallah do të mbi peshante. Në peshojat e ahiretit, në këtë dunja as dim me bok si vlerësime, nuk dim as që kemi mundësi me bok si matje, mirë po që kjo është realiteti i gjanave. La ilaha illallah nuk është e rastësishme kjo peshë e kësaj fjale, për arsye se kjo është regulatori i jetës. Kjo është bindja e duhur për veten tonë, për jetën, për gjithësinë, edhe për krijuesin e saj. Thu, s'ka krijues tjetër, s'ka zotrues tjetër, s'ka zot që meriton tjetër të adhurohet përveç Allahut fuqiplot. Edhe ai i cili këtë e pranon me përzemërsi dhe sinqeritet, edhe përpiqet në maksimum me e shtin jetën e vet, me praktikuar jetën e vet, ai jeta e tij ka pas kuptim këtë dunja edhe e ka arrit suksesin e lumturinë në botën e përtejme. A ka edhe diçka tjetër prej kësaj jete që vjen kaçran në peshore? Është pikërisht ajo që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se prej gjanave që mas tepër mi peshojnë, mas rande peshojnë, në peshojnë e veprave të mira në ditën e gjykimit është mirësjellja. Është mirësjellja. Është ajo që na mendojmë se hajtë se s'ka gajle. Mirë është me koni sjellshëm.
Mirë është me koni sjellshëm, po vallahi jeta po na përplas andaj s'po kem vakt me u sjell mirë me njerëz. Jo. Mirësjellja nuk është mirë me koni sjellshëm. Mirësjellja është e domosdoshme, është pa alternativë, është obligim për besimtarin. Në momentin që ke thonë la ilaha illallah, me njëherë vjen pesha me e rëndë me u sjell mirë, me të gjithë. Tu fillu prej atyne që i ki ma ngat, e deri ta ata që i ki ma largët, edhe nuk ban besimtari me u identifiku ndryshe, përveç se si i sjellshëm, përveç se me sjelljen e mirë, e pastaj kur do të dalim para Allahut fuqiplot, edhe atëherë kur do të na vi keq, le të na vi keq pse s'jemi sjell hala ma mirë, e jo Zoti na ruaj se dikush sigurisht do të pendohet pse është sjell keq. Allah i madhruar na e mundsoft që peshorët e veprave tona të mira të rëndojnë ditën e gjykimit, ashtu që ta meritojmë dhe fitojmë kënaqësinë dhe rahmetin e Allahut. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allahut për vetë dhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Në rumë vazën krahas gjithë mundësive të arta, shumë të vlefshme, shumë të çmueshme, që Allah i madhruar na i ka dhënë për me fitu. Me një fjalë mundesh me e mujt një vepër të keqe shumë të madhe që e ke ba. Me një pendim ato veprat edhe ato me të cilat nuk krenohemi, Allahu po na i shndron në vepra të mira, përfitimet janë të mundshme, thjesht duhet me dasht. Krahas gjithë kësaj, gjithë këtij rahmeti, Allah i madhruar na ka begatuar edhe me disa kohë, të cilat na i jep, kohë të sezonave të veçanta, kohë të ofertave speciale, në të cilat veprat që i bojmë zakonisht në këto kohë kanë vlerë shumë më të madhe. Edhe prej atyne kohëve janë pikërisht këto ditë në të cilat ne gjendemi. Janë ditët e para të Dhulhijhes. Muaji hënor i Dhulhijhes ka fillu, dita e Kurban Bajramit është dita e 10. Pra, 9 ditë që i paraprin Kurban Bajramit. Janë ditë në të cilat veprat e mira kanë peshë edhe vlerë të veçantë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma min ayamin al-amalu salihu fihi khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." S'ka ditë të vitit në të cilat vepra e mirë ka vlerë edhe peshë edhe dashni tek Allahu sikurse vepra e njëjta vepër në këto ditë. I kanë thonë ja Rasulullah, në ditë tjera mund të ketë edhe ndonjë vepër e madhe, sublime, e sakrificës, e luftës në rrugën e Allahut. Thot, edhe lufta në rrugën e Allahut s'ka vlerë në ditët jashtë kësaj që shkon këto ditë, përveç një njeri i cili jashtë kësaj kohe shkon në luftë vetë edhe me pasuninë e vetë edhe s'kthehet. Domethënë bjen dëshmor. Ajo ma nuk e mund kur gjafi. Krejt këto tjerat, ma pak se kaq, në këto ditë janë më të vlefshme. Andaj e kemi një mundësi të artë nderuar vëllezër me i shfrytëzu këto ditë. Pse mos me i shtu edhe veprat e mira, diçka që s'bojmë zakonisht me bot tash, ose pse mos me qenë më të vetëdijshëm edhe ato që i bojmë zakonisht me i bot tash po me një vetëdije më të madhe, ose të paktën me një vetën më mirë se Allah i madhruar në këto ditë po don në mënyrë të veçantë me na shpërbly, e asnjëri prej neve nuk ban me zgjedhjen e vet edhe me dëshirën e vet, me privu vetëm prej shpërblimeve dhe prej mirësive të Allahut fuqiplot. Allah i madhruar na mundsoft që me qenë ata të cilëve u ka dhënë hisën më të mirë të sevapeve dhe të shpërblimeve. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره واشغله بنفسه واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا للإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله